Tash sa e mirë, kena më rikojgjeme një farë gjysmë finale. Me që qepën edhe karotën faktikisht u zbutën dhe u skuqën, tash të vazhdojmë me krimin e qofteve. Tash, kena me shtu sa e mirë, orizin edhe mishin, e? Po, gjithsesi. Sa oriz përafërsisht, sa mish, se sot përbojmë ma pak. Po, gjithsesi. Jo mundën e me përdor 400 gram, 350 gram mish të bluar, dhe po ashtu një filxhan me miell, po, i vogël. Orizin nuk e zim para prakisht, për ata që... Jo, nuk e zjen. Tjetër, kemi shtu melmesa si pas dëshirës. A i bën qofte këto të vogla edhe i fut në furë? Jo, faktikisht do e shtim të gjella. Të gjella. A, të gjella, unë tash po të kuptoj sakte, po e kuptoj tash saksisht qka. A të qepën edhe karotën bashkarisht po, bërë? Po, gjithsesi. Vezat i kena për biskot? Jo, vezat është biskot. për biskotën, po. Tjetër shka duhet? Faktikisht melmesa si pas dëshirës, une përveç origonit, biberit zi dhe vegetës, mundën i mishtu edhe biber të kuq. Biber të kuq? Okej. Po e sho pak... E kam ullur. A e ke ullë temperaturën? Kështu për ndryshe ko kanë zbut edhe pas kanë ndrujt butësin. Ishtem edhe vetëm pak vaj ullire dhe i formojmë tani në topsa. Tash kemi bërë në topsa. Ndërsa salsa... Jo, salsa vendoset në fund. Po duket shumë interesant se na... Edhe jo, edhe na, dhe tash t'je një koqe këtu je. Po, zakonisht oriz edhe mish të blum i bojmë sarmat, ose specat të mbushur. Kjo është kryesisht reseta kur përzin këto dy përbërës. është një gjellë e lëngshme që të mban të ngopur, dhe po ashtu që thash edhe ma herët të pregatitit shumë shpejt. A për shembull ty që punon 8 orë, 9 orë, është për një periud pas ditës kur kthehesh, për shembull zakonisht na duhet në orën 6, 7, me pas drekën e gatshme. Po. Mjafton kjo periudhë po ore. Po.